Nën qytetar pjesë e familjeve të cilët u nxorën me dhunë jashtë banesave që jetonin nga policia private 2 ditë më parë në kryeqytet, kanë hyrë në ditën e dytë të grevës së urisë. Të rënduar emocionalisht dhe fizikisht për shkak të grevës, banorët thonë se do t'i shkojnë deri në fund grevës së urisë, pasi sipas tyre ata nuk kanë asnjë mundësi të marrin një tjetër banesë me qira apo të shlyejnë kredin që jep shteti në zbatim të aktit normativ të miratuar disa muaj më parë në kuvend. Derisa të vdes unë nuk dal, se nuk kam ku të shkoj. Unë aty do flëkuj, kam plaçkat në Bodrum, kam jetuar. Se po të kisha lek, t'ilja bleja një shtëpi edhe unë si gjithë të tjerët. Shkosh ati ke shtëpia ime vë dy duar në kokë kur kemi jetuar. Nga e keqe. Unë ati e dori me plaçka për jashtë, do t'i vë flakën vetes edhe plaçkave, edhe që këtu nuk dal pa mu dhënë e drejta. Me një pronar hajdut që vjen vjedhi shtëpinë tonë. Jemi veti 4 pa punë, rrugë tjetër s'kemi ku shkojmë. Këtu dorim, s'kemi ku shkojmë, dhe sa të zgjidhet problemi. Kjo është situata e lënë pas nga ndërhyrja policisë private, banesa totalisht të shkatëruara dhe orëndi shtëpiake të nxjerra jashtë me dhunë. Në këtë ndërtesë që jetonin 13 familje, tashmë vetëm ky çift të moshuar kanë mundur të rrinë në banesën e tyre, ku për 70 vite kanë investuar gjithçka që ata kishin. Mes dhimbjes që i ka rezervuar jeta, Zeqine Meçani i drejton një apel instancave shtetërore, por edhe atyre ndërkombëtare që të ndërhyjnë. Ju lutem shumë, i bëj një thirrje këtij shtetit, vërdo në zemër. Kam qenë për ekzekutuar. Babaj më diqë në burg, mama rozi burgu, një të flule s'kam të qoj, po edhe të ashtë të muaj. Unë ko që jetoj. Për mu nuk ka jetë, nuk du edhe unë këtë të mbaj, letë m'japi një shtëpi vogël. Por në rast se shteti shqiptar nuk i jep zgjidhje, zonja Meçani deklaron vetëflijimin e saj brenda banesës. Po fundi për mua, unë do dalë e vdekur për këte. Ta marrë vesh historia. Po s'kam ku vete. Nuk kam ku vete. Ja se po dalë. Ku do shkoj? Bënja e sap, kam një dollap robash, ja heq kanata, ta shtroj që të gëdhjem na, po nuk kam. Grevës së urisë janë bashkuar edhe të tjerë banorë të Tiranës që jetojnë në banesa të ish-pronarëve, duke kërkuar reagimin e shtetit, por edhe shoqërisë shqiptare, ata thonë se do të kërkojnë drejtësi nga shteti shqiptar. Ne jemi të njëjtit qëllim, plus jemi dhe nga ata që mund të kenë fatin edhe shumë të tjerë mbas nesh. Edhe unë, jo pjesë e grevës, unë jam pjesë e solidaritetit me këta shokët tu. Banesa vëzhgohet 24 orë nga policia private, ndërsa dera kryesore e hyrjes së pallatit është mbyllur me pranga.